Trump e quajti një shënjestër të lehtë, por kush është Khamenei? Udhëheqësi i linjës së ashpër të Iranit, një nga njerëzit më të fuqishëm. Ndërsa konflikti midis Izraelit dhe Iranit intensifikohet, si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ashtu edhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, kanë lënë të hapur mundësinë e shënjestrimit të udhëheqësit të plot fuqishëm të Teheranit, Ayatollah Ali Khamenei. Një sulm i drejt për drejt ndaj Khameneit do ta zhyste rajonin në një territor të panjohur. Një nga njerëzit më të fuqishëm në lindjen e mesme, Khamenei e ka sunduar Iranin me grusht të hekur për gati 4 dekada, duke u përballur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin, ndërsa shtypte disidentët në vend duke quar përpara programin bërthamor kontravers të Iranit. Si udhëheqës suprem, ai ushtron kontroll mbi qeverinë, gjyqësorin dhe ushtrinë në kombin me 90 milion banor, si dhe mbi Gardën Revolucionare të Iranit, IRGC, dhe forcën e fuqishme Quds, një njësi klandestine e IRGC-s, që mbikëqyr grupe të deleguar përfshirë Hamasin, Hezbollahun dhe Houthët. I lindur në vitin 1939 në Mashhad, qytetin më të shenjtë të Iranit, Khamenei ishte i mbrojturi Ayatollah Ruhollah Khomeini, një nga udhëheqësit kryesor të revolucionit që rrëzoi monarkinë pro-perëndimore të Iranit në vitin 1979 dhe themeloi Republikën Islamike. Ai ishte gjithashtu një shënjestër për kundërshtarët e Khomeneit dhe i shpëtoi një atentati në vitin 1981 që ja la krahun e djathtë të padobishëm. Khamenei u bë udhëheqës suprem pas vdekjes së Khomeinit në vitin 1989, që atëherë ai e ka zgjeruar ndikimin e Iranit përtej kufive të tij, duke e pozicionuar atë si një fuqi rajonale me të cilën duhet të llogaritet. Për më shumë se 30 vjet në udhëheqjen e Khameneit, Irani shmangu konfliktet e drejt për drejta me kundërshtarët e tij, duke u fortifikuar me një rrjet grupesh militante aleate të përhapura në të gjithë rajonin, të njohura si Boshti i Rezistencës. Kjo ndryshoi më 7 tetor të vitit 2023, shkruan CNN. Masakra e Izraelit në Gaza dhe sulmet ndaj Hezbollahut, një prej përfaqësuesve më të çmuar të Iranit, e kanë trimëruar Izraelin dhe kanë shkatërruar imazhin e Iranit si një fuqi e padepërtueshme, duke kulmuar me sulmet e pashëmbullta të javës së kaluar kundër objekteve bërthamore dhe udhëheqjes së lartë ushtarake të Iranit. Transmeton Top Channel.